rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt. Në këtë pjesë të dytë të MCN Informacion do të flasim për politik, do të flasim në veçanti për Partinë Demokratike dhe për hapësirat e të rinjve në këtë parti. Me mua në studio është bashkuar Tedi Kopliku, drejtuesi i ri departamentit Brain Gain, ish kandidat për deputet në Shkodër. Faleminderit që jeni këtu. Ju faleminderit për ftesën. Disa ditë më parë ju zgjodhët në krye të këtij departamenti Brain Gain në Partinë Demokratike. Si u realizua procesi zgjedhor? Kush ishte rivali juaj për këtë post dhe pse fituat ju? Pyetje e bukur. Si fillim ne kena 3 vite që kena këtë aktivitet brenda Partisë Demokratike, merri themelimin, është themelu pra edhe departamenti Brain Gain, ku kam qenë një nga bashkëthemeluesit. Por ata që na ndjekin, Brain Gain. Brain Gain. Atëherë, po mundohem me thënë via Brain Gain është thithja e trurit, është koncept që përdoret në tonë botën, zakonisht është për këto vendet e botës tretë zakonisht, por tashmë është ballë një fenomen edhe në botën e zhvilluar që truni largohet. Dhe Brain Gain si titull e ka marrë nga programi që Partia Demokratike ka pas në 2006 për me afru trunin e Shqipënisë në administratën e shtetit, atëherë kur e drejtonte Partia Demokratike, dhe në këtë kontekst u kriju departamenti Brain Gain për me bë politika, për me kthy trunin në Shqipëni në momentin që Partia Demokratike vjen pushtet. Por të marrë parasysh që jena parti opozitare, ne përgjatë 3 viteve kriju me hapsina për mu angazhu politikisht, pra me fillu Brain Gainin politik. Pra Brain Gainin mos me kenë si një moment që blen biletën dhe kthehet, por si një proces që fillon me angazhimin politik të rive. Për mua është një nga rësit më të mëdha në politikën shqiptare, sepse për 3 vite ne kriju me mundësinë shqiptarëve në 4 anë të botës për mu angazhu politikisht brenda Partisë Demokratike. Kena pas filozofi një hapsinë për çdo demokrat ku si me thanë, antarët ndryshëm e shpreshin vetin politikisht në format ndryshme, qoftë nëpërmjet propozimeve strategjike për Partinë Demokratike, propozime për programin, dalje mediatike, artikuj. Brenda 3 viteve ne u konsolidume dhe zoti Mustafaj, që ishte drejtuesi i këtij departamentit dhe arkitekti i kësaj filozofie pune, dha dërheqen që para primareve dhe para zgjedhjeve për mos me lanë vend për keq kuptim, dhe tha që në nënor marrën 3 vjet drejtim dhe hapin procesin për garën. Procesi për garën ishte në 3 faza. Në fazën e parë u kërku kush ishte interesuar për procesin për anëtarëve, pra sepse anëtarët në fazat ndryshme kanë angazhime të ndryshme dhe jo gjithmonë dhe jo të gjithë janë aktiv, pra u kërku që në këtë proces mu antarësu nëpërmjet, mu riantarësu, ose me rikonfirmu antarësimin nëpërmjet një procesit thjesht që ishte dërgimi një civijet, dhe në atë listën e madhe u regjistru një pjesë të departamentit për procesin. Mrapa kena marrë një aplikacion që mundësot e voten online dhe ishte e fshet, se cili prej kandidatve bashkë me në Adastanin që ka kënë kandidatja për balë, kishim një përfaqësues pra për me njekë procesin, u ba antarësimin nëpërmjet emailit, votimi ishte i fshet edhe online, dhe procesi zgjati 24 orë votimi, po më përpara ka zgjatë ballafaqime dhe kena pas 2 debate, një herë edhe në prezencë Zotit Berisha, një herë pa prezencën e tij, por vetëm ne si antarë dhe kandidat. Ballafaqu me 2 programet për vazhdimin e drejtimit dhe u zgjolla unë si drejtues i arshëm një proces transparent. Dhe po thonit pse fitova une, dhe me thanë, unë kam pas fatin e mirë me kenë e para bashkëthemeluesi i këtij departamentit, një nga njerëzit që ka kenë nërma promovuesit mediatikisht, pra si që thash, është një hapësinë për çdo demokrat, po atë hapësinën që zunon ndoshta t'jep më tepër vizibilitet, pra duke dalë nëpër media, duke mbrojt idetë e departamentit Brain Gain, dhe sfundi isha edhe kandidat në zgjedhjet parlamentare, pra më ka dhënë një lloj eksperiencë, po themi, 6 muajt e fundit kam bërë 3 gara, kështu që ndoshta kem favorizote një farë mënyrë përballë kandidates. Po të dy kena kenë shumë aktiv në këto 3 vite dhe do të vazhdojmë pra bashkë, si me thanë, me kenë pjesë departamentit. Sa rol luan ky departament në politikë bërje në Partinë Demokratike? Në Partinë Demokratike, realisht, ne kena pas hapësinë në Partinë Demokratike, kena pas një lloj mbështetjet, megjithatë, të marrë parasysh formatin e departamentit, pra që kishte një lloj punet ose një lloj, si me thanë, propozime që deri diku mund të ishin edhe akademike, jo gjithmonë u kuptunen plotësisht dhe jo gjithmonë u kuptunen si tentativë. Dhe në 3 vite kena pas momentet tona shumë vështira, pra sepse
ndoshta gjëja që ka funksionu me ma vështirësi ka qenë pikërisht shkrimja me strukturat e Partisë Demokratike, por ne kena qenë pjesë aktive e propozimeve për sa i përket ndërtimit programit Partisë Demokratike, kena qenë një zë i fort, pavarësisht se jo gjithë anëtarët e departamentit dalin mediatikisht të marrë parasysh edhe vendolljen e tyre në për vendet tjera të botës, por unë shpresoj që ka mund rrit edhe më shumë pra impakti i këtij grupimit, një farë mënyre një, po themi, elite që është në gjithë botën, pra, sepse në fillim ka kanë departamenti Brain Gain dhe Excelenca, por ne edhe për korrektësisë, sepse Excelenca është pak fjale e mi ngarkume, por në përgjithësi kena marrë njerëz që kanë pas suksese në për vendet ku ato kanë jetuar dhe kanë punu. E kuptoj. Sa rol luajnë të rinjt në Partinë Demokratike? Pra, e kuptoj që flitet shumë për të rinjt, për hapësira që duhet ju krijohen të rinjve. Megjithatë, nga ana tjetër duhet të themi që skena e politikës, qoftë majtas, qoftë djathtas, por duke qenë se jemi djathtas tashmë, mbizotrojnë akoma figurat e vjetra, është akoma Zoti Berisha, është zonja Vokshi, emrat të tjerë të cilët tashmë nuk më vinë dhe nuk dua ti përmend, po themi, po të rinjt, ku janë? Ku janë hapësirat që kaq shumë flitet për të rinjt? Përballë këtyre emrave që u përmend, nëse politik bamja perceptohet si vetëm angazhimi në parlament dhe në grupin parlamentar, mund të përmendim zotin Xhaferi, zotin Kolliçi, zotin Balliu, e shumë të tjerë që janë pjesë e parlamentit shqiptar. Por, përmendimin tem nuk është kjo që e bën hapësinën për një tri. Siç e thash edhe më përpara, departamenti Brain Gain ka kanë një hapësinë konkrete për promovimin dhe unë isha një nga produktet e këtij departamentit. Unë u ktheva nga Franca në Shqipëri dhe realisht një në arsyet kryesore ka kanë ky angazhim aktiv 3 vitet e fundit në ky departament. Kandidova në Shkodër në lista të hapura, domethënë në përqindjen e votimit si model ishte normal votuar në Shqipëri dhe kjo e bën pra këtë hapësinë të shnetshme, sepse shpesh edhe mediatikisht edhe në diskursin publik trajtohen të rinjt sikur dikush duhet me hap rrugën, pra duhet më ushtruar një tapet i kuq dhe të rinjt me ecë aty. Politika është një terren shumë i vështirë, pra ka një konkurrencë të jashtëzakonshme, jo vetëm me kundërshtarin përballë, por edhe brenda llojit. Është diçka krejt normale, edhe të rinjt duhet të imponohen, pra me idetë e tyre, me nevojën që një parti politike ka për këtë të rinj. Pra ka këtë anën pozitive, pra që janë promovu të rinj dhe e kanë tregu vetin edhe në zgjedhjet që kalume, rrugtimi është i gjatë, vetë prej moshës, pra kanë rrugë përpara, por nga ana tjetër ka edhe diçka, sepse shoqënia shqiptare shpesh e thojmë, e artikulojmë idenë e nevojës të rinjve, por në fund ditës shohim në shumë vende, në shumë qytete që jo domosdoshmërisht të rinjt janë më të votumtë. Dhe kjo patjetër ka lidhje me lidhjet që një brezim më përpashme ka, por gjithsesi unë të rinjve më shumë se sa mi siguru një vend kanë nevojë për hapësina. Dhe departamenti Brain Gain ekziston si një formë konkrete për të rinjt e djathtë për mu angazhu në politik. Dhe për mu ka pas sukses. Shpresoj që në 3 vitet e ardhshme, pra apo edhe në vazhdim ky departament të ekzistojnë përtej mejet e përtej gjithë grupit tonë, pra të ekzistojnë si filozofi punet. S'ka me kenë vetëm laborator idesh, por ka me kenë edhe një laborator burimesh njerëzore për Partinë Demokratike, për zgjedhjet e ardhshme, po jo vetëm për zgjedhjet, se nuk është çështja vetëm me kenë pjesë e parlamentit apo drejtues bashkish. Sa pesh kanë vërtet të rinjt në Partinë Demokratike? Për shembull një rast konkret, a u konsultua Zoti Berisha me ju për sa i takon vendimit që mori për të mos garuar në zgjedhjet e pjesëshme lokale me antarë të Partisë Demokratike, por që në vend të tyre mbështetin një kandidat pavarur, u mor mendimi juaj? Ne nuk jena, domethënë, Zoti Berisha ka Këshillin Kombëtar, ka Kryesinë e Partisë Demokratike, ka grupin parlamentar dhe në rastin konkret jo nuk, për me keni sinqert, nuk është konsultu me ne për me marrë këtë vendim, po kishte mujt krejt mirë me bën një kërkesë, duke marrë parasysh që departamenti Brain Gain është një strukturë administrative e Partisë Demokratike, ka pas raste që kandidat caktuar për shkak kanë kërkuar mendim ose kanë kërkuar ndihmë për fushatat e tyre që në zgjedhjet e pjesëshme të 2022-shit, zgjedhjet për Bashkinë 2023-shit, apo edhe në fushatën e fundit, dhe departamenti Brain Gain ka kanë në gatishmëri për me ndihmu pra kandidat caktuar apo edhe vetë Partinë Demokratike, kur kjo gjë është kërkuar nga Zoti Berisha dhe nga Kryesia e Partisë Demokratike, siç e thash, pra për strategjinë e fitores në zgjedhje apo programin. Në këtë rast jo konkretisht, sepse nuk është një sekret, por gjithsesi janë kushte pak specifike për sa i përket për zgjedhjes një kandidati që ishte apolitik, u kërku apartjak tamam. Pra ishte një lloj kompromisi që u bë mes partive opozitare
të kryesore, po themi. Si mendoni ju, pse nuk kandidoi zoti Berisha një të ri nga radhët e Brain Gain? I referojmë Tiranës. Për shembull, Andi Mustafaj, paraardhësi juaj në këtë departament, nuk kishte dëshirë të kandidonte, apo zoti Berisha ka menduar të qëndrojë në këtë lloj pozicioni? Atëherë, për dëshirët e zotit Mustafaj, besoj duhet me pyet zotin Mustafaj, kishte ka një kandidat i shkëlqym për Tiranën, por arsye pse nuk u kandidu, siç e thash, është një strategji që Partia Demokratike ka zgjedh. Nuk ka të thënën që zgjedhja e Florit përjashton mundësinë teorike të zgjedhjes një antar i departamentit Brain Gain. Gjithsesi, departamenti Brain Gain nuk është se është një, po themi, një strukturë që qëllim final ka me furnizu me kandidat Partinë Demokratike. Mundot me nodhe, sepse në këtë hapësinë për me bë politik, dikush mund të shënërisin, po themi, ose mund të binë sy për aftësitë e tija në terren, sepse kjo është ideja, domethënë. Por nuk, domethënë, arsye pse ka zgjedhur Flor Binaj dhe nuk ka zgjedhur Andi Mustafajin, duhet me pyet zotin Berisha. Dhe meqense jemi te emri Florian Binajt, ishte një surprizë në skenën politike në gjykimin tuaj? Patjetër që ishte surprizë, sepse duke ardhur filma zgjedhjeve parlamentare, ku ishte shoqënia shumë e polarizuar, diskutimet ishin totalisht politike, ardhe një figurë jashtë politikës klasike, sigurisht që është një risi, po themi, megjithatë vjen si një nevojë e partive opozitare mu bashku, dhe është një prej formave që opozita tenton me sfidu regjimin, pra. Mundet me kene sukseshme, mundet me kene pas sukseshme, por opozita përsa kohë të vetëm në forcë ka fjallën, do t'i provojnë tana mundësit për me sfidu regjimin, i cili nuk krijon kushte demokratike për me konkurru. E kuptoj. Megjithatë, sa i drejt ju duket vendimi zotit Berishës? Shumë persona e kanë parë si hile, po themi, të Partisë Demokratike në të rësi, një mënyrë që të mos marrin pjesë në zgjedhje, ndoshta për të shmangur pak edhe atë peshën e madhe që nëse do të ishte një humbje tjetër e dytë brenda të njëjtit vit, paçka se janë dy lloj zgjedhjesh, Partia Demokratike ka zgjedhur të pozicionohet kështu, të mbështesë një kandidat të pavarur. Shiko, në mendimin tim, mrapa çdo lloj gjaje që ndodh në Shqipëri, ka një inxhinieri të jashtëzakonshme për me shpërnda një narrativ të caktuar. Pra, dalja e zotit Binaj trajtohet si pikërisht pra tërheqje nga përgjegjësive e Partisë Demokratike, pa fuqi e Partisë Demokratike me gjetë kandidat, por edhe të kishte ndodhur kundërta, do të punote e njëjta inxhinieri me thënë shiko, zoti Shehaj apo zoti Lapaj apo zoti Shabani i zgjodhen dorën Partisë Demokratike me një ofertë konkrete dhe Partia Demokratike është totalisht e mbyllur. Pra, në tana rastet ka një inxhinieri që punon për me rrëzu atë që Partia Demokratike në të vërtetë po bën. Unë më shumë se sa ky lexim, kam një lexim tjetër që Partia Demokratike edhe një herë tregon përgjegjësinë e naltë që ka si forca kryesore politike për me bashkëpunu në tana format që me sfidu regjimin. Dhe Florian Binaj apo bashkimi i opozitës rreth këtij emrit është një formë tjetër. Në qoftë se funksionon, do të ketë më shumë bashkëpunime të kësaj forme, jo detyrimisht kandidat apolitike, po bashkëpunime me parti politike që natyrshëm një garë caktuar janë bashkë, siç është rasti i bashkimit të Shqipëria bëhet, mundësia dhe Partisë Demokratike rreth një kandidati që nuk është drejt për drejt i asnjëres nga këto tre parti. Pra, unë e shoh më tepër si përgjegjësinë të lartë një partie politike për me bashkuu spektrin opozitar, sepse opozita sot, qoftë në këtë zgjedhje apo edhe të tjera të përpara, nuk është thjesht si më thanë, e ngarkume me gjetë një alternativë më të mirë se sa alternativa që propozon qeveria. Opozita në këtë vend është e detyruar me bë magjin, pra me dhanë programin më të mirë, me dhanë alternativën më të mirë, me mujt propagandën, me mujt sistemin e patronazhimit, me mujt administratën e shtetit, me mujt një shtet që shkrihet tashmë me partinë edhe sipas raporteve ndërkombëtare, me mujt organizatat kriminale që përfshihen në zgjedhje të pranuara sipas të gjitha raporteve ndërkombëtare. Pra, me mujt drejtësinë që përdoret politikisht përballë një opozitet. Pra, sfida e Partisë Demokratike dhe opozitës në përgjithësi është një sfidë jashtëzakonisht shumë e vështirë dhe Partia Demokratike po tregon përgjegjësi. Patjetër që edhe gabimet e saj që ka bë, por në përgjithësi për mua është të tregu përgjegjësi si forca kryesore. Vim prapë tek emri i zotit Binaj. Si është menduar të mbështetet ai nga ana e Partisë Demokratike dhe opozitës në tërësi? Ja u bëj këtë pyetje sepse ai vetë ka deklaruar se nuk do të bëj një fushat me Berishën në krah, madje ka shkuar dhe më tej kur ka thënë që programi që unë do të hartoj do të
hartohet dhe krijohet nga njerëz jo partijak. Pra në një farë mënyre ka thënë hapur që unë jam vetëm paçkase dëshira e këtij subjekti politik apo disa subjekteve politike opozitare është që të më mbështesin mua. Atëherë, edhe në njerëzit ma partijak kandidat, për me bë programin zgjedhin njerëz apartijak. Shpeshherë zgjedhin ekspert fushave të ndryshme me bë programin. Këto janë ndoshta lojna fjalësh. Zoti Bina i mbështetet nga atë opozita e bashkuar dhe strukturat e Partisë Demokratike janë vu më një herë sapo ka dalë kandidati, janë vu në lëvizje për mu sensibilizu, për me gjetë numrusit, për me gjetë ato kanalet e komunikimit mes kandidatit edhe strukturat e Partisë Demokratike. Zoti Ali Mehmeti me sa dijon është i ngarkum për këtë mision nga Partia Demokratike, zonja Dodaj me sa dijon nga Partia Mundësia dhe gjithë partitë e tjera, Partia Republikane, Shqipëria Bet. Pra, këto janë një mekanizme për mas me leju propagandën me thanë shiko, kjo është kandidati i këtyne, sepse e zvoglën kandidatin. Ideja është për me zmalu për te partive politike. Kanë dalë këto sondazhet e fundit, tregon një lloj bashkimi që ka bazë efektin pozitiv. Matematikisht është e njëjta shifër, pra është bashkimi i rezultatit Partisë Demokratike, Partisë Mundësia dhe Shqipëria Bet, që projektohet sipas atyre sondazheve, pra aq sa mund t'i besojmë tek kandidati i opozicës, dhe deri tash është një simbiozë e shnetshme. Dua të flasim pak, mbetemi te Partia Demokratike. Ka një debat paktën në studio televizive, por jo vetëm, edhe në mes të analistëve dhe ekspertëve të politikës, që Zoti Berisha vijon të qëndrojë në krye të Partisë Demokratike në kundërshtim me statutin e partisë, ku shkruhet se kryetari që humb zgjedhje duhet largohet. Ju si e shikoni këtë qëndrim të tij, qoftë si një njeri angazhuar në Partinë Demokratike, po dhe si një i ri, si kryetari i një departamenti të rëndësishëm? Shiko, departamenti Brengen, një në filozofit kryesore të punës, ose një nga artikulimet kryesore, ka pas këtë shmangjen e një konflikti artificial mes gjeneratave. Për mu nuk ka politikan të ri e politikan të vjetër, ka politikan që marrin vendime të mira dhe politikan që marrin vendime të këqija. Përsa i përket Nenit, Neni qëndron ashtu si është, nuk nushan Neni, por Partia Demokratike, siç e ka shprehë dhe siç është tu mundu mi vërtetu publiku shqiptar, komunitetit ndërkombëtar, edhe vetë strukturat e Partisë Demokratike, nuk ka pas zgjedhje. Dhe kur nuk ka zgjedhje, një kryetar partijet merret me proven e mos pasjes zgjedhje. Raporti OSBE Udirit jep drejt pra Partisë Demokratike që këtu nuk ka pas zgjedhje. Tashi, PD-ja është një proces. Pra, është në procesin e vërtetimit masakrës elektorale, ashtu përgatit për zgjedhjet e Tiranës, dhe kjo i takon forumeve të Partisë Demokratike. Nuk është diçka që pa jap unë një opinion dhe po ndryshon diçka. Nuk është çështje një politikanit të ri, një politikanit të vjetër. Unë mendoj që Partia Demokratike po bën mirë punën e saj. Po krijon hapësina, pra nuk është kryetari që pengon dikën mu angazhu politikisht ose jo. Po sfidon regjimin edhe në nivel institucional, pra me futje në parlament, pavarësisht se mund të ketë komente pro dhe kundër, sepse një parlament që ne nuk e njohim si legjitim, sepse ka dalë nga votat e vjellën, ka dalë nga zgjedhje as pak legjitime, megjithatë në çdo lloj regjimit, opozitat e regjimeve përdorin ato pak oaze që regjimi lën lirshëm, dhe institucionet, mediat, pra që sa na japin hapësina, apo edhe betejë në terren që do të jetë të shqip për kandidatin e bashkisë, janë mekanizma që i përdor opozita pavarësisht gjendjes ku është Shqipënia dhe pa mundësisë për me pas zgjedhje të tjera. Për shembull, Andi Mustafaj, paraardhësi juaj në momentin që nuk fitoi, ka dhënë dorëheqjen dhe u largua. Jo, s'është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë, sepse Andi Mustafaj publikisht e ka thënë me një shtator, zyrtarisht e ka dorëzuar para 100 kandidatëve, 100 anëtarëve të departamentit, e ka shpreh arsyet e tija pse largohet dhe ka kanë parë se me dalë primaret, parë se me pas përcaktimin e listave dhe parë se me pas një rezultat nëse kena humbur dhe kena fituar. Ja, jo kuptoj. Ka kanë në mars të 2025 që zoti Mustafaj ja ka drejtuar pra anëtarëve dhe përgjegjësve vendimin e tij
për mos me kenë mas 3 viteve drejtim departamentit, sepse është një filozofi pune, nuk ka lidhje hiç me fitoren ose hupjen. Ju kuptoj. Bile është mundun maksimum për mos me lanë asnjë hapësinë keq kuptimit, e megjithatë shpeshherë kështu është perceptuar. Jo, ju bëhet shumë mirë që e shpjeguat për të qenë korrekt edhe për ta kuptuar më mirë. Nga ana tjetër ka pasur disa rrjedhje, nëse mund të them, nga Partia Demokratike, disa largime. Si i keni lexuar ju këto largime? Si të pakënaqur apo si njerëz? Si dorëzim i një betejë jashtëzakonisht vështirë. Unë nuk kam mirë kuptim për njerëz që dorëzohen në betejën me regjimin, nuk mundesh me kenë pjesë e një qeverisjet pavarësisht nevojës, nuk besoj që ata njerëz janë dorëzu sepse u mërziten me Partinë Demokratike. Pra nuk ka një mërzitje nga leadershipi, nga drejtimi i leadershipit? Nuk ka, të që me marrë një post drejtues në administratën e qeverisë Rama, nuk është shprehje e pakënaqësisë në leadershipit Partisë Demokratike. Rrjedhja bëhet sepse nuk dënë me bë më atë betejë me regjimin dhe dënë me vazhdu jetën normalisht. Mundet me bë cili do, pra betejë me regjimin nuk është një betejë lehtë. Është një betejë idealistash, është një betejë që kërkan sakrifica, dhe kjo pa patetizmat e një betejë heroike, po është një betejë patriotike. Është një betejë patriotike që ka nevojë për durim. Dhe disa njerëz nuk e kanë këtë durim. I shikoni si vlerje të Partisë Socialiste? Joshje? Jo, si dorëzim i betejës. Nuk du me bë më betejë me regjimin dhe du me u konformu me këtë sistem. Me këtë sistem që rrit administratën e shtetit, kur kena shpopullimin më të madh në rajon, kur kena digitalizimin e shërbimeve publike dhe në 12 vite, pra është zvoglu popullsia, është zvoglu nevoja për me pas një nëmpunës për me ba disa veprime që i banë tashma i Albania atjerë, e megjithatë ne kena një administrat që rritet, një administrat e cila shërben në pjesë të madhe të saj, mos me thënë në totalitetin e saj, për me furnizu sistemin e patronazhimit, sistemin e survejimit. Dhe këto njerëz që banë pjesë e kësaj administrate, për mua janë njerëz që dorëzohen të kaja betejë. Është opozita sot e gatshme të luftoj për të marrë pushtetin. Shumë thonë që opozita është në kushte komode, pra duket sikur ka gjetur një lloj qetësie të qenurit në opozit dhe nuk kërkon pushtet pasi shumë figura të saj janë njohur me biznesa apo tendera nga qeveria. Sa e vërtetë është kjo, sa qëndron? Kjo është fiks ai mekanizmi i propagandës që në drejtimin e ri të departamentit Bregeni do të fokusohena edhe më shumë. Pra, një në shtyllat kryesore që unë kam propozuar në programin e drejtimit departamentit Brengen është me ndërtu narrativen tonë, pra me pas një narrativ koherente si parti politike dhe me luftu propagandën që është në formë inxhinierike përballë. Ne përballë kena një ushtri të disiplinuar dhe punon në mënyrën perfekte, pra nëse ka një talent Partia Socialiste, ish Partia Komuniste, është një eksperiencë 80 vjeçare të bamonit propagandë. Unë e tham shpesh tuqesh që ne na mësu tan jetën qysh të vegjël me pulat i volën ballistat, arin e morën zogistat, detin e shitën demokrat, vetëm këto komunistat që ndryshuan në 92-shin emrin, i kanë shërby kombit shqiptar. Dhe kjo është një derivat i kësaj, pra. Partia Demokratike rrin aty përmendaj në vend dytë. Nuk e di cil parti politike në botë, sepse unë kam pa dhe modele ku partit opozitare janë të bleme, siç është në rastin e shumë shteteve afrikane, nuk bajnë këtë opozit që banë në Shqipëri Partia Demokratike. Partia Demokratike ka zhmontu të gjitha skemat e mashtrimit dhe të vjedhjes dhe sot shqiptarët e njohin regjimin që kanë pushtet dhe vjedhjet që ata kanë bërë në nivele të jashtëzakonshme të papame ndonjëherë, fal denoncime që ka bërë Partia Demokratike. Pra nuk janë proceset ngritura nga prokuror apo nga një investigim i jashtëzakonshëm gazetarësh. Pjesën më të madhe denoncimeve dhe të zbulimeve të vjedhjeve më të mëdha ka bërë opozita shqiptare. E para. E dyta, në 3 vitet e fundit, ne kena bërë që Shqipënia me pas opozit. Dhe Partia Demokratike ka bërë betejën e jashtëzakonshme kundër gjithëve. Atëherë kur u do të më vjell sigla Partisë Demokratike, u shpërbau, fragmentizu Partia Demokratike në mënyrë të tillë që Shqipënia mos me pas opozit. Ne në një regjim autoritar dhe shumë njerëz patjetër edhe unë i pari kena pa durimin për me marru kjo agoni. Dhe ajo që e ka marrë për sipër dhe ja besu në numër më të madh ky mision është Partia Demokratike dhe ndoshta shumë herë perceptimi i gabuar që nuk punon fajsojnë Partinë Demokratike, po e bën më mirë se çdo lloj kombinimi tjetër politik, shoqënie civile apo shoqënie të përgjithshme. Megjithatë ka shumë të pakënaqur në radhë të demokratëve, të cilët shprehen që janë të pakënaqur për shkak se nuk prisnin që të kishte këtë humbje të thellë.
Si pas të pakte nga bisedat që ne kemi bërë në studio dhe nga studio të tjera. Jam krejt dakord, unë jam shumë i pakënaqur që ne nuk kena fitu. Por nuk më duket se ka fajin Partia Demokratike që ne s'kena fitu. Po, e keni bërë juve analizën me veten tuaj që pse nuk fituat, sepse kam përshtypjen kur një njeri dështon diku, e fillon analizën nga vetja. Po, patjetër që ne kena problemet tona, patjetër që ka vend për përmirësim, dhe sigurisht që një parti politike kaq gjatë në opozit, në një vend, pra që në fillimisht të mësume 8 vite një napal, 8 vite një tjetra pal, pra është diçka e re, pra kena një pushtet të konsolidum, një pushtet i cili ka ba një lloj puç shtetit institucional, pra është një person që është mbi tana institucionet. Sot kena institucionet totalisht varëna për një personit, për një partijet. Dhe sigurisht që është një risi pra kjo gjë. Partia Demokratike patjetër që duhet mu përmirësu. Fakti që jena të vërtetu që përballë kena regjim dhe vjedhje votash, nuk do me thënë që ne duhet me met kështu si jena, sepse është e pa mujtun me fitu. Ne mundona mu përmirësu dhe besoj që edhe departamenti që unë drejtoj, pra që supozohet me kenë një urë lidhse me elitat intelektuale në botë, ka me dhënë kontributin e vetë për me ndihmu Partinë Demokratike, me kenë ma koherente, ma besueshme, me zhmontu propagandën që ka gjithmonë përballë, dhe me shpresën që ka me kenë gati në momentin që të ketë demokraci, pra ka me pru sa më shpejt ditën që mundet me pas zgjedhje të lirshme dhe mundet me pas ballafaqime alternativash, dhe në momentin që këtë nollin, Partia Demokratike me drejtu shtetin shqiptar në mënyrën më të mirë të mundshme. Siç ka ballën 8 vite kur ka pas drejtimin e saj, larg shumë të këtij pushteti që ka sot Partia Socialiste, e megjithatë ka vendosur firmat më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë moderne në 35 vite, shpresoj që këtë ditë vinë sa më shpejt. Si e shihni raportin aktual mes Berishës dhe Ramës? Ramës është një përballje reale apo një, nëse mund ta them, bashkëtesë e heshtur? Për mua është totalisht përballje reale, sepse unë këtë luftoj domethënë propagandën që gjithë janë njësoj. Ne që në krijimin e departamentit, një nga misionet kryesore, dhe besoj kena bë mirë me manualet ndryshme që ne kena bë edhe për militantin demokrat, edhe për personat që dalin dhe mbrojnë mediatikisht idetë e Partisë Demokratike, ka kënë kjo me shem konceptin e të janë gjithë njësoj. Ne vetëm njësoj nuk jena. Ne jena një realitet që Partia Socialiste, Edi Rama, nuk tenton ma mi mushmendën shqiptarëve që ai po qeveris mirë. Pra, misioni ti është me na bën ne të barabartë me te dhe me e fjet, me paralizu nervin e shoqënisë shqiptare. Një pjesë e shoqënisë ka ikë, pra, kena shpopullimin më të madh edhe edhe zyrtarisht, pra, edhe me këto shifrat e Instatit që janë shumë të reduktuar në krahasim me realitetin. Pra, Rama qëllimin e tij ka me përparu sa më shumë këtë idenë, pra. Këto janë isaj. Rama me Berishën ulen bashkë, Partia Demokratike merr tendera, bën këtë banat dhe jena gjithë njësoj, pra. Si është bëni juve këtë mendim të qytetarët? Po duke u mundu nëpërmjet fjalës, kjo është forca jonë. Fjala është dhe ndamja kapilare e këtij mesazhit dhe në mënyrë të përqendruar, unë e thash edhe më përpara, pra. Përballë kena, domethënë, dobësia jonë është tek kjo, pra, tek propaganda që ata kanë dhe tek paaftësia me çu ndoshta mesazhin dhe me zhva këtë propagandë. Dhe thash edhe herë, ne do mundona jashtëzakonisht shumë pikërisht për këtë, pra, me zhmontu propagandën, mi vu përballë faktet. Po të shikoni, tek mbledhja fundit që u bane liderëve të Ballkanit në Angli, mjaftunen 3 fjali për me zhmontu komplet atë arrogancën edhe atë sigurinë që ka Rama. Ishte kryeministri i Malit Zifit, i tha prit shoku jemi, tha prit pak të flasun për gjëra serioze, mandaj na vazhdo ti me batutat. U çorientu komplet. Pra, fasada këtyne, ne një prej manualeve që ne kena bërë ka pas titullin Ata thyen. Dhe kena marrë 10 tema propagandistike, kena tregu si është ndërtu propaganda, pra fajin e ka Saliu, PD-ja nuk ka 3, ndërkombëtarët po mbështesin Ramën e tjerë, janë 10 tema propagandistike, kena shpjegu si janë ndërtu propaganda dhe si çmontohet me argumenta. Që këto mund përdoren nëpër media kur pyetena, mundet mu përdoren nëpër kafene, sepse kafeneja në Shqipëri është institucion. Dhe e kena qujt Ata thyen sepse ne kena bindjen e plot që ata thyen nëse ne i zhveshim këtë propagandë. Pra ata pak minuta me kryeministrin e Malit Zi, me moderatorën e mbledhjes që po prapë i tha ju ç'a propozoni dhe filloi të thanë që Shqipënia ka dille sepse është mësu këtu nuk ka përballë, nuk del kurrë përballë gazetarëve, përfaqësuesit e tij nuk dalin kurrë në media, sa kohë ka që deputetët e Partisë Socialiste, ministrat dalin përballë gazetarëve me llan llogari, saqë Partia Demokratike është detyruar me lëshu një urdhën të mbrëmshëm që ne mos më dalë më përballë analistave, sepse nuk dalin më të ngjashmit ton, pra një deputet nuk ka përballë një deputet tjetër, një ministër nuk ka përballë një ministër. Ne dalim përballë disa analistave që quhen të pavarur, por riprollojnë
propagandën e tyne. Dhe në për panelet në nëshme po të shikoni, ka përfaqësues Partisë Demokratike dhe analistë pavarën. Pa analistë pavarën që janë përballë opozicës, pra, fajnë ka opozita. Unë kam studiu jashtë, kam njoft nga tonë bota, nga Kina, Bielorusia, vendet demokratike, po edhe jo demokratike, nuk kam një askurkun në botë një teori si zhvillohet në Shqipëni fajnë ka opozita. Dhe mënyra se si trajtohen temat këtu, është sikur fajnë ka opozita. Pra, opozita është del përballë dhe kena analista që bëjnë prokurorin e opozicës dhe avokatin mëris të qeverisë. Kur në fakt në tonë botën këto njerëz duhet me dalë me dhënë llogari para jush. Pra, ministra duhet me dalë me dhënë llogari para qoftë edhe në intervista. Këto s'dalë mas në intervista. Lënë man panele ku bëhet një debat politik. Ju kuptoj drejt. Megjithatë, dua t'i rikthem prapë, meqense kemi kohë edhe pak minuta, çështjes së Bashkisë së Tiranës. Po. Të shumta kanë qenë, nëse mund të them, të paktën mbi 40 protesta që Partia Demokratike ka bërë përpara Bashkisë në kohën kur zoti Velia ishte ende në krye të Bashkisë së Tiranës dhe e drejtonte atë. Sa shpresë dhe besim keni që do ta merrni këtë bashki? Duke qenë se keni raportuar kaq shumë, po themi, raste korruptive në SPAK. Për të gjithë Partinë Socialiste flasë dhe qeverinë. Dhe mbrapa hekurave, shumica atyne që janë, pra fillimi i denoncimeve ka fillu, si që thashtë më përpara, nga Partia Demokratike. Ato 40 protestat përballë Bashkisë janë një prej formave që Partia Demokratike bën politikë. Pra, nuk ka vetëm një formë me bë politikë. Politika bëhet, thash, nëpërmjet betejës në terren, mobilizimit strukturave, denoncimit, propozimit, ku ne si departament kena ndihmu shumë në 3 vite me ndërtu edhe kamën e dytë Partisë Demokratike atë propozimit, dhe sot ne jena si para çdo lloji zgjedhjet, pra vazhdon me kanë, sepse njerëzit mund të thonë pse futeni në garë kur këtu s'ka garë. Por Partia Demokratike dhe opozita në këtë rast mundohet për me te kalu edhe vjedhen, me te kalu edhe manipulimin, për me mujt me fitu nesër një drejtues bashkiet i cili është i mbështetur nga opozita. Ai kishte kënë një ugur i mirë për fillimin e xhmontimit këtij regjimi, sepse fitoria e opozicës në Tiranë, ku administrohen rreth 1 milion banor, nuk është diçka e vogël edhe për perceptimin, sepse politika është perceptim. Por shpresa vdes e fundit, shifrat tregojnë që ka ngjit pra ideja e një kandidatit të opozicës bashkume. Por kjo nuk do me thënë që strukturat duhet me fjetë të shtisë sepse u afru me drejt fitore, sepse kjo është edhe hileja e këtyne sondazheve, që shiko se jeni mirë dhe të flenë strukturat që nesër të venet në punë gjithë ajo administrata për me qu djele në bashkisë. Këtu është mush me djela, dhe me thënë Partia Socialiste përlon vetëm djela, zëvënsushme. Ogerta Manastirliu është një ogert, Belinda Ballu, Orion Velia, gjithë janë disa djela që zëvënsohen letësisht. Përpunohen, dhe me thanë, janë të shfrytëzueshëm dhe të hellshëm letësisht. Mendoni që nëse zoti Binaj merr Bashkinë e Tiranës, kjo do të jepte shumë zemër Partisë Demokratike pa diskutim, por dhe demokratëve, do ta ringjallte shpresën, edhe pse ai është kandidati i pavarur. Po shpresoj që po, dhe ne na qartë që po. Pra ju duhet një fitore e Partisë Demokratike, nuk besoj që, dhe me thanë, nëse zoti Binaj fiton, nuk është merit e Partisë Demokratike. Nuk ka dali pavarur përballë një kandidatit Partisë Demokratike. Ai është kandidati i opozicës, sepse u përdor kjo praktik, dhe është një person që zoti Binaj ka qenë aktivist prej kohësh, domethënë, dhe është marrë me shumë çështje të rëndësishme. Së fundi ka qenë drejtuesi një programi televiziv që denonconte pra problematika dhe është një figurë, për çdo figurë mund të ketë pro dhe kundër, sepse nuk i gjejmë dot ëngjëjt në tokë, por për mua kishte qenë një pikë kthese shumë e rëndësishme për opozitarizmin në Shqipëri. A mund të ketë vërtet një rilindje politike Partia Demokratike përmes brezit të ri, përmes jush edhe të ngjashmëve tuaj? Po tjetër, dhe ky është momenti që është një moment shumë i rëndësishëm për gjithë politikën shqiptare, po patjetër për Partinë Demokratike, sepse idealistët vinë natyrshëm te kjo parti politike, duke mos pas asgjë gjë me përfitu, vinë për betejën politike që Partia Demokratike bën, pra sepse nuk ka një arsye pragmatiste mua afru te kjo parti sot, përveç se betejës për me rrëzu regjimin dhe nesër me pas një Shqipëni tjetër. Dhe ky moment historik është i rëndësishëm sepse brezi i parë i lindën dhe i rritur në demokraci, pra 91-shin, 92-shin e këtejna, është rrit, pra ka rrit moshën pjekurin, po themi, intelektuale, politike, për me ba politik në mënyrë të strukturuar dhe në mënyrë të mirëfillt, pra kanë arrit moshën 33-34, dhe ky brez i rritur në liri, këtu theksoj fal
Partisë Demokratike, pra sepse regjimi ka emër, ka firmë, ndryshimi i regjimit ka emër dhe ka firmë, dhe ne kena fatin, unë e tham gjithmonë, edhe unë si i angazhuar politik, kam pas fatin me kenë këtë krah të historisë, sepse njëri ka nevojë me kenë rebel, ka nevojë me kenë kundërshtues, dhe ne jena opozitar dhe e djathta ka brezin e saj të ri. Partia Demokratike ka brezin e saj të ri, jo vetëm parlament, por edhe përtej asaj, sepse nuk është beteja e politike, nuk është vetëm parlamentin e Shqipërisë. Partia Demokratike sot ka një brez shkëlqyeshëm të rish e të rejash që... Si e bën opozitën, Partia Demokratike përmes të rinjve jashtë parlamentit? Jam kurioze të di. Si që bëjmë ne, duke mbrojtur idetë e Partisë Demokratike. Po si e bëni ju konkretisht? Në shkuptim për shembull, e bëjmë duke u angazhuar në strukturat e Partisë Demokratike, e bëjmë duke u angazhuar në protesta, e bëjmë duke denoncuar dhe duke promovuar idetë e Partisë Demokratike në media, nëpërmjet artikujve, nëpërmjet angazhimeve, nëpërmjet lidhjeve me shoqërinë civile, nëpërmjet urave lidhëse me intelektual të ri për mi bë pjesë të Partisë Demokratike. Po ka shumë forma, Departamenti Brengen thash është një prej strukturave që e ka bë në tana format këtë gjë, dhe ne kena krenarin me thënë që kena afru rreth 100 vet, rreth afër Partisë Demokratike në ditë më të vështira të Partisë Demokratike. Sepse prapë sa kena një parti të bashkuar, një parti të konsoliduar, por aktivitetin kryesor ne kena filluar në 2022 dhe mbrapa kur s'kishim as vul, as sigël, kandidu me 2 palë zgjedhje me këto siglet anonime. Dhe në këtë moment, ne kena të regu që brezi i ri është gjallë dhe është gati për me bë politikë. Mendoni që do të vinë një moment kur figura si ju të marrin drejtimin e Partisë Demokratike? Po tjetër që ka me pas gjithmonë 3 që kanë me pas hapësina për me drejtu... Nuk do të mbetet drejtimi i Partisë Demokratike, po themi në atë traditën ndoshta familjare që shpeshherë anatemohet dhe flitet që zoti Berisha do ta trashëgoj, po themi, drejtimin e Partisë Demokratike tek një i besuar, një i afërt, një nga xhaketet e vjetra? Po gjithmonë thash edhe një herë, problemi kryesor këtu është inxhinieria e dizinformimit që sillet rreth Partisë Demokratike. Gjithmonë do të funksionojë, edhe në kampin tjetër. Edhe unë do ta xhmontoj në formën time që besoj unë kam drejt për këtë që tham. Kur ishte zoti Basha, ishte një njerëz që erdhi nga jashtë, që tregoi vetin si ministër i suksesshëm, pa disa rezultate të mira, pra edhe elektorale, siç ishte fitoria e Bashkisë Tiranës. E megjithatë, kur mori drejtimin e Partisë Demokratike, ne e trajtojmë si një kukull zotit Berisha, që e kontrollonte zoti Berisha dhe e kontrollonte familja, gjitha këto që ndërtohen mas çdo drejtuesi që të vinë nesër. Supozojmë që erdhi një njerëz nesër, ju mendoni që tjetë krejtësisht i pavarur, totalisht i pavarur. Mendoni që nuk ka mundër të njëjtë narrativ rreth tij? Patjetër, por kjo është një pjesë e propagandës që bëhet. Pra, unë nuk e shoh një parti demokratike drejtuar vetëm nga një person i vetëm. E tregoj edhe betejë që ne kena bërë këto 3 vite brenda Partisë Demokratike, aty brenda ka njerëz që kanë menduar krejt kundërtën e zotit Berisha, pra. Ti ishte ky diktatori që mban vetëm njerëzit besnik ti, nuk do të kishim pas këtë bashkim që kena pas. Pra, aty ka njerëz që publikisht kanë kundër politikave të zotit Berisha. Pra, Partia Demokratike, ne nuk duhet të harrojmë është vetëm një parti politike që bën zgjedhje në Shqipëri. Tu përfshi këtu edhe partitë e reja. Sigurisht që nuk janë zgjedhje perfekte, po bën zgjedhje. Partia Demokratike përfshin njerëz që mendojnë totalisht kundërtën e kryetarit të Partisë Demokratike, dhe kjo nuk ka kanë kurrë pengesë për me bë karrierë, bile ka ka kanë më mirë me pas konflikt me kryetarin për me bë karrierë në Partinë Demokratike, dhe megjithatë transmetohet si një parti pronë e një familje. Nuk është e tillë, pra nuk të paktën perceptimin tim, leximin e fakteve që i bëj unë. Por thash edhe një herë, detyra kryesore e Partisë Demokratike është me shem propagandën rreth saj, dhe ky gjë nuk ka ditë kurrë më e bë. Domethënë, në 8 vite, pra libri i punëve të mira ka një nga punët kryesore të Departamentit Brengen dhe puna e parë. Pra me tregu me fakte pse ne kur ishim pushtet kena bë premen, ne po them Partia Demokratike, unë isha fëmijë atë kohë, po pse Partia Demokratike ka firme në avancimet më të mëdha të Shqipërisë, qoftë nivel të arsimit, qoftë në integrimin afër Bashkimit Evropian, në çështjen e sigurisë për NATO, ndërtimin e infrastrukturës e gjitha këto. Pra, ne kena bë tan këta gjëra dhe nuk dina me i reklamu, s'kena ditë kurrë me i reklamu. Ato presin lyn 2 mure dhe e bëjnë sikur erdhe Europa, jenat e dera Europës. Vetëm fasada bëjnë. Sa kanë ndërtu, edhe ata pak rrugë që i kanë ndërtu me kostot më të larta në botë. Pra, tuneli Llogarash ka kostot më të larta, Thuman Kashara ka kostot më të larta në rajon. E megjithatë ato dinë me shit, dinë me bë propagandë. Dhe këtu duhet me luftu ne, pra. Ne kena një parti që është më demokratike në këto parti, pra
Unë bi dakord, pra që ka një lloj autoritarizmit në mentalitetin e shqiptar. Nuk jena një popull me kulturë tjerë zakonshme demokratike. Po sepse dhe aq vite demokraci kemi, a? Pikërisht, jo vetëm aq ka arsye historike, po gjithsesi, pra në këtë hapësin, ne na partia më me zgjedhje më demokratike në gjithë spektrin e partive politike, e megjithatë trajtohen si parti që e kontrollon një person i vetëm. Tedi, unë të falenderoj që ishe në studio. Ju uroj shumë suksese edhe pa diskutim do të kemi përsëri rastin për të rahur mendime dhe për diskutuar. Faleminderit ju për ftesën. Do shkojmë në reklama, kthehemi përsëri pas pak për të ndryshuar tematik dhe për të folur për diçka tjetër.